jetën e të shjuarve, ku sonte do të ndalemi nga njeriu i cili përcolli hadithin i cili dëshmon për 10 të përgëzuarit me xhennet. Ai është sahabiu nderuar Sa'id ibn Zaid. Dhe shkaku se përse ka përcjell këtë hadith të profetit alayhis salatu wassalam, ku ai vetë është pjesë e këtij hadithi, është se ka dëgjuar një person i cili fliste keq për zotrin e nderuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ndaj dhe ka thënë, unë dëshmoj se kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thoj, Ebu Bekri është në xhennet, Umeri është në xhennet, Uthmani është në xhennet, Ali është në xhennet, Talha ibn Ubaydillah është në xhennet, Abdurrahman ibn Auf është në xhennet, Saad ibn Abi Waqqas është në xhennet, Abdurrahman ibn Auf në përmenëm, kush ishin tjerët? Zubair ibn al-Awami është në xhennet, tjetër? Kush? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dhe thot, nëse dëshironi t'ua përmend të 9-tin, të 10-tin, do e kisha bë. Pra i 10 ishte ky vetë. E ka cilësuar një hadith tjetër. Gjithmonë kur bëhet fjalë për të prezantuar një person, merren parasysh edhe faktorët, nga rrjedh, si u formua, si u ndërtua. Merren parasysh gjithë këto. Dhe për të folur për Sa'id ibn Zaid është e pamundur që mos folësh për babain e tij, Zaid ibn Amr. Zaid ibn Amr është një ndër 4 ose 5 persona të cilët kanë qenë në fenë e pastër të Ibrahimit alayhis salam në kohën e idhujtarisë. Zaid ibn Amr është djali i xhajës së Umar ibn al-Khattab. Pra Khattabi, baba i Umerit, është xhaja i Zaidit. Dhe Zaidi thot, nuk e binte fakti që në Mekë, domethënë, i ndërtonin idhujt me duart e tyre, pastaj i adhuronin. Dhe këta e kishin nga natyra ai. Pra thjesht njëri me logjik, vetëm kaq. Veje logjikën punë, nuk e pranon logjika vëllai, nuk e pranon idhujtarinë. E ka bëu Allahu xhel xelalu. Fike butonin e arsyes logjikës, bëhesh çfarë dushti. Po Zoti na ka karakterizuar neve me arsyen, me logjikën. Zaidi domethënë ka qenë i tillë person i cili nuk la vend pa shku nga vendet rreth rrotull, duke kërkuar besimin. U prezantua me krishterimin, nuk e bindi. U prezantua me jehudizmin, nuk e bindi. Dhe që nuk janë fe. Atëherë i thanë, anej nga Shami quhet domethënë Siria dhe zonat përreth saj, i thanë atëherë ti kërkon për fenë e Ibrahimit. Ajo ka humbur sot feja e Ibrahimit. Thot atëherë, thot unë jam në fenë e Ibrahimit. Aleikum selam. Dhe profeti alayhis salam kur ka folur për këtë zotëni, çfarë ka thënë? E kam pa atë Zaid ibn Amrin i cili ringjallet në ditën e gjykimit si një kom vete. Një kom vete. Ai është njoft me pejgamberin alayhis salam, është takuar me të, por para profecisë. Ndaj përpasoi, domethënë, ai është prej besimtarëve, është prej xhenetlive, i dëshmuar prej pejgamberit alayhis salam, domethënë Zaidi, por nuk futet në terminologjinë islame, domethënë tek sahabët e pejgamberit alayhis salam. Dhe Zaidi ka qenë më i pastri në besim, po flas domethënë ose në qëndrueshmëri në fe se sa 4 tjerët. Ka qenë Zaidi, ka qenë më i qëndrueshëm. Madje aq praktik ishte në fenë e Zotit që siç e dini domethënë kurejshitët ose arabët në përgjithësi e kishin një traditë që kur dikujt i lindte vajzën për shkruan Allahun Kur'an, ata e mbysnin. Herë nga turpi dhe herë se nuk donin vajza. Ishin njerëz të luftës. Zaidi kur merrte vesh se dikujt i ka lindur një vajzë, shkonte vetë atje. I thonte ma jep mua. E marrun për sipër. Derisa ta rriste. Thot nëse e keni problemin domethënë me shpenzimet e këto, e marrun për sipër. Thot dhe pasi kalonte ca kohë, normalisht që prindi mbetet prind, edhe nëse në një moment domethënë e boni atë veprim, sa shu ishte
rrethi shoqëror, por sërish I kthehet prindërimit vet. Dhe kur shkonin me kërku thonë si doni, ndaçi majon derisa të rriten, ju vetëm mos I mysni. Pra ky ishte Zeid ibn Amr shkurtimisht, babai I Said ibn Zeid. Për ta kuptuar domethënë se si filloi Saidi, sepse Saidi është ndër të parët që ka pranuar Islamin. Është ndër të parët. Dhe është një ndër ata që e ka pranuar Islamin në duart e sahabiut të nderuar Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe për cilët për të domethënë se torturonte Xhaxhai, jemi akoma ke Zeidi, Xhaxhai I Khattabi e torturonte djalin e vllait të tij, thot sa herë ta shifte, sepse e kundërshtonte. Thot kur I shihte që ata I bënin kurban idhujve, e kundërshtonte diçka të tillë më të madhe. Thonë si mund të vish dhe të therrësh ti këtu, si mund të bësh kurban këtu, si pra fliste natyrën e pasë njerëzore. Thotë dhe përpasojë torturonte Khattabin, në rrugën e Khattabit do të jetë dhe Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, që e përshkruan personazhi yns Said ibn Zeid dhe thot ai Umeri radhiyallahu anhu më ka pas lidh dhe më tërhiqte zvarr. Dhe kur ka pranuar Islamin Umeri, ne kemi përmendur ke historia e Umerit, dhe e kanë dëgjuar ka thonë gomari I Khattabit, I Tiadit, e pranon fen dhe Umar ibn Khattabi nuk e pranon. Jo se ai ishte njëri shumë inteligjent. Por gjithmonë duhet keni parasysh vëllezër në rrugë. Nëse përballeni me një person I cili paraqitet shumë I ashpër, brenda tij ka një dëmshuri të thellë. E ka një dëmshuri, domethënë thellësinë e tij. Thjesht duhet me ja nxjerrë në sipërfaqe. Pra mos u habisni ose mos u tmerroni se e shef dikë që është shumë I ashpër. Aty e ka dëmshurinë. Dhe Said ibn Zeid, sikur se e thash, pra I kishte shumë të kollajt pranimin e Islamit. Ai ishte djali I tatit, kur I thonë. Pra babai vet ishte njëri besimtar, ishte njëri I ndershëm, ishte njëri I cili kishte refuzuar idhujt, aq sa u largu nga Mekka përfundimisht. U largu sepse nuk jetonte dot me idhujtarinë e tyre. Dhe u vendosur instalua thot në zonat e Shamit, të Sirisë, Jordanisë, Palestinës, Libanit, gjitha këto quhen Sham, domethënë. Vim tek Said ibn Zeid. E pranon Islamin ndër të parët. Pasonat të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me patjetër. Ishte I zellshëm në mesazhet e të dërgumit të Zotit, ishte I zellshëm në praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Në historinë e shquar, ndodhinë e shquar të pranimit të Islamit nga zotnia e nderuar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, për cilin I shlutur pejgamberi alayhi salatu wassalam vet, ku kishte thënë o Zot, fuqizoje Islamin me një ndër dy Umerët, bëhet fjalë për Abu Jahlin ose Umar ibn Khattabin, një ndër dy më dashurit tek dy, dhe Allahu xhalla xhelalu pranoi lutjen për Umar ibn Khattabin. Pra siç e dim, Umeri ishte nisur për të përballur me të dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam në pretendimin e tij për ta vrarë, eliminuar të dërguarin e Zotit, rrugës takohet me sahabiun e nderuar Nuaim ibn Mas'ud ose vllai I Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, për cilin nuk e dinte se e ka pranuar Islamin ose se ishte musliman. I thot për ku Umar, sepse ishte I armatosur thot deri në dhëmb. Pra u dukte që një person normal s'kishte pse u armatos në atë formë, pra do të kishte një konfrontim, do të kishte një përballje. Për ku Umar, thot po shkoj thot t'i rahatoj njerëzit nga ky Muhamedi, thot po ç'keti me to? Po siç kam me të, domethënë, na ka hutu, na ka çorodit që të gjithëve. Po ti Umar thot shifi herë familjen tënde. Pyetja që lind natyrshëm këtu, a nuk e dinte Umeri se Saidi, që ishte dhëndri vet, dhe motra e tij Fatimia radhiyallahu anha kishin pranuar Islamin? Se kemi një kontradiktë. Ky thot mlidh te Umeri. Pra më merr dhe zvarr. Nga krahu tjetër, Umeri domethënë nuk e dinte. Ishte koha të nderuar të mi që muslimanët e manin Islamin e tyre fshehtës, pra nuk e publikonin. Ndaj dhe ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, nuk e kemi publikuar Islamin ose nuk jemi falur publikisht në Qabe derisa e ka pranuar Islamin Hamzai dhe Umeri.
Diferenca midis tyre ishte vetëm 3 ditë, pra 3 ditë përpara pranon Islamin Hamzai radhiyallahu anhu. Thot dhe u nis ai Umeri radhiyallahu anhu që e dinte një diçka të tillë, nuk është se dinte. Po e kaploi euforia. E ke parasysh Zoti ju s'na sprovon, po. Ti ke dyshimet ke çuni se pi dahon. Fjalë bie. Po dyshimet, domethënë shigjeta shkon që je gati i sigurt. Thjesht se ke pa me sy. Ama të gjitha argumentimet shkojnë që e pin dhonë. Mirë po nga që s'ke dëshirë me besu, rrinë edhe, nëse inshallah s'është e vërtet. Del dikush e ta thot, ti e ke kritiku për shembull i ke folë çdo gjë, nuk e ke pa për ta pa. Del dikush e ta thot, kërcet damori pastaj. Po ti e dishe. Pra pse e bën një veprim të tillë? Kjo është natyrshëm, është njerëzore një diçka e tillë, por kështu ndodhi dhe me Umerin. Dhe kur shkoi thot atje Umeri, një sahabi tjetër po u mësonte Saidit dhe Fatimes për burrë grup, po i mësonte ajetet e para të surës Taha. Umeri kur afrohet për të futur në shtëpinë e tyre, dëgjon duke u lexuar Kur'anin, duke u kënduar, si që përballë me leximin e Kuranit deri në ditë. Dhe Umeri ka qenë edhe orator, por ka qenë edhe ndër të diturit e Mekës. Pra njerëzit e arsimuar thon ndryshe domethënë. Pra ishte ndër ata pak njerëz që dinte lexim me shkrim. Dhe përfaqësonte, ishte edhe ministër për Kurajshitet, ministri me marrëdhëniet me jashtë. Ai përfaqësonte Umeri, pra kishte një grad goxha të lartë. Thot kur u fut në shtëpi pa një pa dy, i kërceu i ardhëndrit. Mirë po e kishin për turp që të rrifshin femrën. Me vërtet ishin njerëz tashmë, por mund ndodhte që rrifte edhe bashkëshortën për shembull. Po jo se ishte diçka për të krenuar, kishin për turp. Thot dhe i bjen, domethënë, pa vëmendje i bjen motrës ti Fatime sa gjaku cërryl nga hunët. I thot e motra, thot, boç ke për të bo, më shumë se sa për të marrë shpirtin, ke për të bo? Por e musliman jemi. Thot aty Omeri si mi hedh në kohë vujt thot. Thot ma jep i herë ta lexoj atë që po u knonte. Shikoni dhe shi se ç'bën besimi. Besimi i thot me vendesmëri. Ty s'lejohet ta prekësh atë se ti je i papastër. Që duhet bëj, thot Omeri? Hajde bë dush, thot. Ula. Me herë tha lexoj. Ku është ta pejgamberi? Pra ku është Muhamedi? Jo. Ku është Muhamedi? Thot elhamdulillah, thot që ka pranuar lutja e pejgamberit alayhis salam. Pra ku është Muhamedi me shku me deklaruar Islamin tashmë. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Pra ky ishte Said ibn Zeid dhe fillimi i tij. Said ibn Zeid të nderuarit e mi ka marrë pjesë në të gjitha betejat e pejgamberit alayhis salam përveç luftës së Bedrit. Mirë po pejgamberi alayhis salam e ka rënditur në hise në luftën e Bedrit. Ai sa e kanë quajtur domethënë që ai është nga Bedrijunët ose nga ata të cilët ka prezantuar në Bedër. Përse? Sepse pejgamberi e dërgoi atë dhe Talha ibn Ubaidillah në drejtim të Shamit, pra të Siris, andej nga do vinte dhe karvani i Ebu Sufjanit radhiyallahu anhu. Duke qenë se u vënun dhe nuk u përball pejgamberi alayhis salam me karvanin e Ebu Sufjanit, mbërrin në Medinë Saidi në ditën ku kishte përfunduar betejë e Bedrit. Me ta marrë vesh u nis në drejtim të pejgamberit alayhis salam. Dhe kur mbriti, pra shkon tek pejgamberi për lufta, gjithçka kishte mbaruar, shkon te pejgamberi alayhis salam dhe pejgamberi e fut në hise. Pra i jep edhe këtij si të gjithë ata që kishin prezantuar në atë luftë, arsye sepse ishte justifikuar. Ky ishte në detyrë, ishte në krye të detyrës. Ishte në krye të detyrës. Me vërtet nuk e përjetoi atë, ama ishte pjesë e asaj gjëje. Vazhdon jeta e tij shumë normalisht, si një person i ndershëm, si një person që jeton te fenë e Allahut subhanahu wa taala, si një person për cilin dëshmoi profeti alayhis salam
në jetën e tij se është për xhenetlive. Imagjino vllai im, Zot na e bë kismet, o Zot, më u taku me pejgamberin alayhis salam në xhennet. Imagjino që pejgamberi më thon ti je për xhenetlive. Vetëm imagjino, domethënë çfarë përjetimi do të kishe. Pra, profeti alayhis salam i numëron atij xhenetlit dhe i thot ti je për xhenetlive, çfarë përjetimi do të kesh ti tek vetja. O Zot i madh, si do të jetë? Si ta vazhdosh më jetën? Jo për xhenetlive? A nuk do të thojë domethënë, po kur do të vdes? Siç më thoni e për xhenetlive çdo mund dynja. Habidesh kur dëgjon që Umeri radhiyallahu anhu i lutej Allahut dhe i thonte o Allah, 63 vjeç nuk i kishte bën me këto tomat, 61 e gjysmë ishte. Po 63 me vite të nor, o Allah. Thinjat më janë shtu. Kockat kanë filluar të mdhin, fjala nuk po më ngjohet më merr shpirtin e Zot duke qenë i kënaqur prej meje. Po si mos u lutesh vllai im ty të pret xheneti atje. Profeti alayhis salam ishte thënë pejgamberi atij Umerit radhiyallahu anhu pasha Umer pra kur u futa në xhennet pra pash një pallat dhe thash i kujt është ky? Dhe më thanë ky është një djalosh i Kurejshit që i quajnë Umar ibn al-Khattab. Mu kujtu thot xhelozia jote dhe nuk u futa, thotë i dërguari i Allahut edhe ndaj teje do të jem xheloz. Pra imagjino domethënë që Said ibn Zeid është një ndër këta 10 persona që profeti dëshmon për të që është prej xhenetlive dhe vazhdon jetën normalisht në këtë jetë. I gjendur i dërguari i Zotit në shpellën Hira. Në shpellën Hira, domethënë kemi dy versione që kanë ndodhur, jo dy versione ndryshme, por që kanë ndodhur në jetën e profetit. Një herë në malin e Uhudit, dridhet mali i Uhudit dhe pejgamberi alayhis salam i thot uthbut Uhud. Mos lëvizë Uhud se mbi ty është një pejgamber, një siddiq dhe 2 shahid që ishte Umeri me Uthmanin radhiyallahu anhu. Ndërsa në Ghar Hira, Jabal Thawr, kanë qenë që të gjithë xhenetlit, të përgëzumit me xhennet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë mos lëviz o Hira se mbi ty nuk ka vetëm se pejgamber, siddiq, rob i sinqert dhe shahid. Domethënë sepse aty kishte disa shahid me radhë. Said ibn Zeidi është klasifikuar në mesin e sahabëve të tjerë si një person i cili domethënë ajo që ka karakterizuar në jetën e tij ka qenë fakti që i kishte lutjet e pranuara. Domethënë të vërtetuar me këto. Një ditë prej ditësh në kohën kur në Medinë ishte Marwan ibn al-Hakam, guvernatori i Medinës, një grua e quajtur Erwa binti Uwais shkon dhe ankohet tek Marwani, tek valiu për kë? Për zotnin në fjalë, për Saidin, duke i thënë që më ka glabërit tokën, pra më ka morë tokën, ka lujt kufit. Dhe kur e threta i Marwani i thot, a e din se pse je këtu? I thot, jo, ku do di? Thot, zonja në fjalë, thot, këtë gjo për ty. Unë thot me i mërë tokën dikujt, pas i kam dëgju pejgamberin alayhis salam të thoj, që kush merr një plëm tokë me të padrejt, ai futet 7 pashën dhe, unë me i mërë tokën dikujt, ngriti durët dhe tha, o Zot, nëse kjo është gënjeshtare, verboje dhe boje të vdesim tokën e vetë. E verboje Allahu xhelle xhelalu. Dhe shkon dhe thot tek Saidi dhe i thonte, aman, lutë Zotin domethënë bëh Allah, lutë Zotin që të më fali. Thonte, më vjen turp prej Allahut, që ta kthej lutjen. Pra më vjen turp që ta lut Allahun për të kthyer lutjen. Në punën e bo, pra. Çbone ti gëzojsh pasojat. Dhe thot, duke ecur në atë pronën e saj, në tokën e saj, ke muri, thot shu, kërkon dhe me dorë si të verë për Zotë ju alesot, Zot. Thot, ra një grob, diku thuhet një pus dhe vdiqe ty. Pra Saidi karakterizohet domethënë si njëri i drejtë, si një person i cili
ishte shumë trim ai ka marrë pjesë në shlirimin e Damaskut. Shërimi i Damaskut domethënë ka zgjat me sa më mendun 6 ditë. 6 ditë ka qenë nga rrëthimi i tij, sepse është dorëzuar domethënë pa luftë përveç një pjese. Damasku është një qytet, kisha shumë dëshirë me fol për të, po nuk është vendi domethënë që është ndërtuar nga një mur që ka 7 dyer. 7 dyer domethënë i gjithë qyteti domethënë ndërtuar në këtë mur. Dhe vetëm në një prej këtyre dyerve ka ndërhyr Khalid ibn Walid, domethënë e ka marrë me të fortë, ndërkohë që të tjerat janë ndërzuar pa luftë, që është e vërteta. Pra pas këtij rrëthimi. Dhe Said ibn Zeid thotë ka marrë pjesë aty, thotë dhe jo me një shpatë, po me 2 shpata. Për treguar trimërinë e këtij personi, pra nuk i shkuar në atë rrugë për të ruajtur jetën, por i shkuar domethënë si me sakrifikuar jetën. Dhe në historinë e Islamit është i pari njeri që ka zëvendësuar guvernatorin e qytetit. Sepse Abu Ubejdah ibn Jarrah, që me urdhër të Umerit radhiyallahu anhu u vendos domethënë si komandant për të prirë ushtrit për në Sham dhe mëtej për në Irak, drejtohet, pra pasi çlirohet Damasku, i jep dekretin Khalid ibn Walid, shkarkohet Khalid ibn Walid nga detyra, ishte i shkarkuar normalisht përpara, dhe vazhdojnë në drejtim të Irakut. Kë lën më komsin e tij, nuk kishte ndodhur domethënë deri në ditë, lën pikërisht Said ibn Zeid. Said ibn Zeid krahas meritave të mëdha që kishte, po gjejmë një fragment në jetën e tij, një fragment shumë çuditshëm. Ne kemi përmendur më parë Umerin radhiyallahu anhu dhe një ndodhi tepër të rëndësishme me Umerin në prag të vdekjes ose në agoninë e vdekjes së Umerit, që është se kur ai Umeri radhiyallahu anhu u plagos, la një komision ose propozoi 6 emra, komisioner, por dhe kandidat për të trashëguar Umerin. Ndërto nuk ka qenë as Saidi dhe as Abdullahi i Biri. Përsa i përket Abdullahu të Birit, Imam Dhahabiu rahimahullah ka thënë, ai ka qenë, domethënë ka pas aftësi drejtuese akoma më të mëdha se sa Iyati. Dhe shumë njëri i devotshëm. Ndërsa përsa i përket thot Saidit, thot Umeri radhiyallahu anhu e respektonte dhe e donte pafund, po pse nuk i laqet të dy? Në mënyrë që mos kishte ndikim dhe mos tonte dikush që shih Umeri favorizoi domethënë gjakun e vet ose favorizoi njerëzit e vet. Pra u largu nga kjo dynja me qartësinë e duhur. Largohet nga kjo jetë Umeri radhiyallahu anhu dhe Said ibn Zeid vazhdon jetën e tij shumë normalisht, po shumë normalisht ama. Si një person i cili e kishte frikë Allahun subhanahu wa taala, si një person i cili jetoi me dashurinë e fesë Allahu xhalla xhelalu, derisa vjen dita, si çdo kush i cili e ka një fillim, e ka dhe një mbarim, në vitin 51 të Hijretit, në afërsitë të Medinës, në vakt xumaje, pra pak para xumaje, njoftohet që ka ndru jetë Said ibn Zeid, pra 40 vite mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, ka ndruar jetë ky zotni i nderuar, thotë dhe në ditë Abdullah ibn Umeri thotë nuk ka falë dhe xhuman sepse ishte larg, normalisht, vetëm që të shkonte të kapte xhenazën e tij atje. Pra jo se la xhuman qëllimisht. Shpresa ishte që xhuman ta kapte, po nuk kapi xhuman, kapi xhenazën e këtij njeriu. E pikërisht me Said ibn Zeid mbyllet hadithi i pejgamberit alayhis salam, ku flet ose ka mbledhur në të, ka cilësuar 10 persona të cilët ka dëshmuar për to se janë prej xhenetlive, normalisht që xhenetlit prej sahabëve janë shumë më shumë. Gjatë këtij rrugtimit tonë ne inshallah do të përmendim edhe të tjerë, por po flasim këto që transmetuesi i hadithit për vetë Said ibn Zeid radhiyallahu anhu, me cilin përmbyllet domethënë ky cikli i 10 përgëzuarve me xhennet, përmend ndalet këtu për t'i hapur rrugën të tjerëve. Ka dhe shumë të tjerë të cilët janë të panjohur,
emrat e tyre ose detajet e jetës tyre, mirë po janë të njohur nga Allahu xhalla xhelalu. Nuk është kush që duhet më të ditë çdo detaj i jetës, se s'kishte Instagram atëherë, nuk ishte Facebook. Jam këtu, i dreke pa harrushme, i takim i bukur. Kishim kaq kohë pa u taku. Po ti kur ma ke mend se ke kaq kohë pa u taku me dikë, po nuk shkoj një herë në mend ty se duhet më shku me u taku. Para se të na ulshe kujtimet pa harruara. Po t'jen kujtimet pa harruara, nuk ka nevojë me t'i kujtu Facebook, vëllai. Kujtimet e pa harruara marrin thellë në zemër. Shif se çam kujtoj Facebook, janë smun njerëzit. Vallahi janë smun. Është smundje e madhe. Është smundje e madhe. Ku do që me shku me dokumentu? Dikur domethënë ka qenë frika e instancave shtetërore për shembull që jo për shiku, jo për spion, sot s'ka nevojë var. Sot i dokumentojnë gjitha vetë. I dokumentojnë krejt. Ti lën gjitha gati, qisin rrok pa punë. I shkruaj dikujt një herë një të njohurit tim. Por të ka thonë Allahu fëmijë, elhamdulillah sot. Mirësi për Allahut. Nuk të ka thonë elhamdulillah, vallahi mirësi për Allahut prap. Se si dihet. Se mund të bëhet në një që me mallku jetën mos ne, jo me mallku në fëmijë, po me mallku jetën që u bubu pse jetova. Po ti shkruaj Allah. Atë çunin që ke ti, a e ke për vetë apo e ke për gjithë dynjon? Jo, elhamdulillah kom për vete. Jo më, edhe për gjithë dynjon, le ta kesh, s'ka problem. Po një, dy, që e tha çunin, di bëj foto, ta u Facebook. Jo po këtu, çunin, thash, mas ne shkoni ke hoxha, nuk e di se çfarë ka. Po pse të ka thonë njëri ty se nëpërmjet rrjeteve sociale nuk të kap sy vëzi? Ti e çon vet. Atë. Kështu që sahabët e pejgamberit alayhis salam nuk e kishin këtë luks. Po t'jeni të bindë dhe rumit e mi, se vallahi edhe po ta kishin këtë luks që keti sot. Nuk ishin njerëz tillë. Ishin njerëz që i fshihnin të mirë përjetimet e tyre, emocionet e tyre. Gjitha këto i kishin për veten. Nëse donte të jepte në i këshill, por asesi nuk ta jepte mundësinë, domethënë që ti të kuptoje se kush është ky. Këta ishin njerëz të cilët sakrifikuan gjithçka pa marrën më të mirën e mundshme. E lutim Zotin xhelal Zot na falë na mëshiro. Na pajisë Zot me moral të bukura të Hazreti pejgamberit alayhis salam. Na bëj jetën të lehtë, na mundëso Zot të vëmë atë në shërbim të fesë tonë. Na bëj vdekjen të lehtë, na mundëso Zot vdesje me dinjitet e shahadet. Të lutem ty më të nushmi Allah, sikur se na mundëso me të përkujtuar ty. Një nga shtëpitë tuaja na mundëso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan, të mblidhemi në xhenetet e lartë, në xhenetet e Firdaus. Të lutem ty, o i madhnueshmi Allah, në mënyrë të veçantë, mos lër ndër të pranishmit lutje pa u pranu, hall pa u zgjidh, stres e breng pa u largu. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.